Jemi ason të bashk, e kemi thonë mbrëmës një cikel që kena mu morë me Ramazan, edhe kena me pas të ftum njerëz prej hoxhallarëve, artista edhe njerëzve që jetojnë këtë vend edhe përkushtohen për këtë vend edhe agjerojnë domethënë tash këtë muaj të Ramazanit. Sonte i kam dy mysafirë që për mua janë edhe për ju sigurisht fort special. Me njërin kena pas intervista më herët, po me tjetrin është intervista e parë që e bëjmë bashkë prej që e bëjmë këtë emision. Sonte me mua dhe me juve njëri prej hoxhallarëve që pasha që të bën bet, lumin zot sa të flet pushka i ninjët prej Mitrovicës se në këtë Kosovën, Fatmir Latifi. Hoxha mujte. Respekt, faleminderit, me shumë kënaqësi kam marrë. Faleminderit prej juve që keni ardhur prej Mitrovicës sa Ramazan, ai do gjenu po. Po e po munu. To munu. Po me amën ta. Bashkë me Hoxhën Karë dhe Ferkishala, e dim kush ka qenë Ferkia dhe kush është, domthonë janë një artistëve më të kërkuar në kohën e vet, i cili e kalon muzikën. Domthonë tash bën muzikë, halo, ka me fillu me bën muzikë pra, po në stilin Me një mënyrë krejtësisht. me një mënyrë ose stilin këtë tjetër. Hoxh, pas pole faleminderit që ke ardhur. Faleminderit. Edhe shpresoj që sonte kena me kalu mirë si zakonisht që kalojmë bashkë kur jena. Domethënë na kur jem bashkë edhe në emisionin dhe jashtë emisionin kalojnë mirë. Kështu që besoj që çet energji ke me çut e publiku jon. Bismillahirrahmanirrahim. Falënderimet i takojnë Allahut, i cili na ka mundësuar të jetojmë në Kosovën e lirë, Kosovën e pavarur, në Kosovën me të cilën promovojmë vlerat të larta njerëzore, imanore, që të gjithë pa dallim jemi njerëz dhe i përkushtohemi rrugtimit tonë të përbashkët. Kjo është kënaqësi e veçantë. Unë me vllahun tim Ferkin erdhëm mos e falëm namazin edhe erdhëm këtu në studion e juaj. As nuk na tuti kush, as nuk na frigoj kush, as Lirë. na noli kush, lirë o vlla. Kjo është një begati prej begative të shumta, të panumërta, që lumit Zot që e ka dhënë Zoti këtij populli. Ju po përmarr deri këtu është dashur lodhje, është dashur me dhon xhak, është dashur me dhon mund, ndjers, angazhim, të gjithë së bashku për me arrit këtë kënaqësi dhe e lut Zotin e madh deri në ditën e Kiametit me këto të mira ti me vazhdu babë, babgjësh, e nipës, tërnipë, mbesës, tërmbes, Amin. deri dem babadem unë e quajti farfjale, dem babadem deri në Kiamet. Sot kur po jepet kjo emision është 6 marsi. Na e dim që 5, 6 dhe 7 mars janë ditët e jasharëve, epopeja më lavdishme që ka ndodhur në historinë moderne në botë, ka ndodhur na në Prekaz. Kështu që unë e di që ti edhe ish pistoli u çekës, edhe i ke lënë gjymtyr tua në luftën e këtij vendi. Po besoj që kimi na thon diçka për 5, 6 dhe 7 mars për epopejën e lavdishme të familjes Jashari. Unë i falenderoj me Allahut atij ku shumë falë që i takoj këtij populli, kësaj historie e cila kryekëput është histori e paqes, e dashurisë, e respektit dhe pafjedyshimi familja Jasharaj është një familje emblematike e cila ka nxonë vend në shpirtin dhe zemrën e mendjen, vizionin e çdo shqiptari i cili thot bukës buk edhe ujit uj. Prandaj pafjedyshimi në historinë më të re të popullit tonë, në këtu 27 vite që tash është duke u bë 27 vjetori i epopesë së UÇK-s. Pafjedyshimi ramja e kryekomandantit legjendar Adem Jashari me gjithë ata anëtar të familjes i ka dhënë botës një leksion çka është dashuria për paqen, çka është dashuria për atë dheun, çka është i shenjtë pragu i shtëpisë, çka është e shenjtë edhe çka është e veçantë, çka është e lavdisë e veçantë atë dheu dhe dashuria për të jetuar në liri, për t'u çliru, për t'u rizgju, për t'ju kthy natyrshmërisë së vet, sepse Zoti njeriu e falit të lirë, nuk ka të drejtë askush ta prangos, nuk ka të drejtë askush ta glabëroj lirinë e tij. Prandaj bac Ademi prej edukimit të mirë që e morën nga nana Zahide, e nga baba Shaban, e nga mbështetja dhe suporti i fortë emocional, shpirtënor i vëllaut heroik Hamz, e të tjetri që është ende gjallë dhe uroj shëndet e kuvet Baci Rifatit, e gjithë atyne burrave dhe grave, gjithë atyne të rive dhe të rejave, të cilët tokë së bashku ju bashkëngjiten ka uzës së shenjtë për ta shtliru atë dheun ton nga zgjedha e egër e Serboslavisë, që ajo pushka e lirisë, pa fije dyshimi, unë e tham madje edhe për shkruaj në mënyrë figurative, që
e rrëzoi kafen e Bill Clintonit në zyrën ovale atje në Washington, se fuqia e dashurisë, e respektit, e afërsisë atit njeri të madh, që pastaj koincidoi dhe me datëlindjen e tij në 28 nëntor, që është data historike për kombin shqiptar, dita e flamurit. Pastaj koincidoi ky personalitet me emrin e parë të njerëzisë, prandaj shumë njerëz e quajnë kryekomandant legjendar, edhe ashtu është pa fije dyshimi, është legjendë shqiptarisë, pa fije dyshimi, por tipik për me i tubu dhe me i përmbledh të gjitha tiparet e një njeriu të madh si Adem Jashari, është pa fije dyshimi emri i tij që koincidon me emrin e njeriu të parë në kontekstin fetar me pejgamberin e parë Ademin alayhis salam. Prandaj na asoj familje, natyre njerëzve, cilët na rizgjun, të cilët na dhanë guxim, na dhanë shpresë, na dhanë mundësi, na dhanë elan, na dhanë mundësin për me jetu të lirë, për t'i thonë bukës buk, e ujit uj, për t'ju kthy realitetit dhe të së vërtetës se ky popull pa të drejtë është ndarë nga shteti am i Shqipërisë, edhe në plot kuptimin e fjalës ta njerëz kanë vujt edhe vujtum, edhe të gjithë ne kemi përvu, dikush më shumë e dikush më pak, prandaj këto tri shkronja lidhen direkt, janë alfa dhe omega. UÇK është alfa dhe omega e Adem Jasharit. Pa Adem Jasharit, pa sakrificën e Adem Jasharit, as kishëm pas përkrajen ndërkombëtare të miqve dhe të aleatëve tanë, pa Adem Jasharin nuk e kishëm pas, pa fije dyshimi, Kosovën e lirum, pa Adem Jasharin dhe kauzën e UÇK-s, sot Kosova nuk e kish pall pavarësinë e vetë me 17 shkurt vitit 2008, pa kauzën e Adem Jasharit dhe të gjithë njerëzve të cilët dhanë gjithçka për që sot na të jetojmë të lirë edhe të ecim përpara bashkë me të gjitha kombet tjera nëpër globin e tokës, as sot ne nuk do të kishim ndërtu as ushtri, edhe as nuk do të kishim pas aspirata për me hyrë dhe mu bë pjesëtar edhe të BE-s, por edhe të NATO-s. Prandaj çdo e mirë e cila sot Kosovës i vije është rezultat i gjakut, i arsyes, i vizionit, i dashurisë, i sakrificës, për cilën jam i bindur që ai bekum edhe shpirtin e tij kur e ka dorëzuar te Allahu, edhe të njëjtën kohë si kur thuhet nga kronologjia e 5, 6, 7 marsit të asoj historie të bekuar, jam i bindur si kur tjetë i fundit nga ato 23 anëtar të familjes, edhe 54 të tjerë që ju bashkangjiten në ato ditët në të cilën 72 orë nuk kanë qenë të vogla, një familje me krejt njerëz e vetë, mu ballafaqu me një shtet kriminal, genocidial, siç ishte Serbia e regjimit Miloševićit, pa fije dyshimit jam i bindur se kur e dorëzoj shpirtin e bukur ti në durët e Allahut Dhul Xhelal, edhe syt e tij kanë mbetë qel me ditë se çka po bëhet me Kosovën. Edhe jam i bindur sa i ka qenë stër i bindur se Kosova do të jetojë e lirë, se gjakun dhe mundi dhe ndjersën e tij e kemi një Zot, ati kof shumë fal, i cili në asnjë rrethan nuk lejon me shku për sekoti dhe huq. Prandaj i qof shumë fal Allahut që jetojmë në epokën e historisë së bekuar të Adem Jasharit. Jetojmë në epopen e të mirave të lavdishme të historisë të bardha të këtij vendi, këtij populli. Prandaj një njeri, një familje, një aspirat kaq e madhe që është realizuar në gjithë atë lavdin e madhe, veç Zoti ati kof shumë fal, mundet m'ja pagu, sepse na jemi të mangët për me e shpërbly mundë dhe angazhimin e tij, prandaj lutjet tona, duat e tona, madje edhe prej këtij mediumi, sepse është nota e 7 e muajit shenjt Ramazan, është dita e 6 edhe koincidon me 6 marsin edhe me epopen 6 Ramazani, 6 marsi, 6 marsi epopes UÇK-s, me lejen tane, pe bëj një dua, pe lutëm madhënisë Allahut, në prag të iftarit, o i madhi Zot, o krijuesi gjithësisë, o Allah, jun që pa lejen tënde, as gjethin nga deka në tokë nuk bie, shpërblej Adem Jasharit, qo në xhennetin Firdevs, kënaqe me dëshmorën për pejgamber, gëzo me babën Shaban e nanën Zahide, e me vëllaun e tij Hamzën, e me gruan e tij Adilën, e me djemtë e tij e nipat e tij, e me ushtarët e tij,
e me gjithë bet dhe bijat e shqiptarisë, që të kënaqet shpirti i ti, sikur edhe ti ke thonë me Kur'an, o shpirt i qetë, kënaqu në mesin e robëve tu, kënaqu në xhenetet e mia. O Allah, të lutem me emrat e tu, me cilësitë e tu të larta e të përsosura, që atë familje ta bekosh, që atë familje ta nderosh, që atë gjak ta lartësosh. Ja i madhi Zot, të lutna me emrat e tu të bukur, me lutjet e gjithë shahidave tanë, me dashurinë e tyre për paqen dhe respektin Kosovë e Gjetiju, të lutem o i madhi Zot, mundësaja këti vendi, këti populli, deri në kiamet, çdo fushë, çdo mali, çdo vend, madje edhe minierat e thella atje në Trepçen e bekuar, madje edhe në lartësitë më të larta të Kosovës, madje në fushat e gjera me lule, të lutemi ja Rabbi, mundësaja bijve dhe bijave të këtij vendi ta flasin shqipen, të mendojnë shqip, duke ra shahadet dhe duke thirrë ezanin e Muhammedit nga minaret tona. Të lutemi ja Rabbel Alamin, paqja, mëshira, dashuria, respekti, afërsia, lumturia, madje edhe komunikimin ndërfetar me njerëzit të tjerë që nuk besojnë si na, po janë të gjakut tonë dhe i kemi vëllazën, ja i madhi Zot, me paqe, me dashuri, me respekt, me mirë kuptim të ndërsjellët, mundësona që ka uzën e kombit tonë të gjithë së bashku prore, ta quajmë emanetin tënd lartë e malartë. O i madhi Zot, në prag të iftarit, ne si agjerusi kemi 2 gëzime, se arritëm me përfundu këtë ditë, por të njëjtën kohë gëzimi më i madh që neve po na pret, ai mega gëzimi është kur takohemi me ty. Ja i madhi Zot, mos na privon takimin me pejgambert e tu e me dëshmorët e tu, e na shqiptarët krye dëshmorin tonë kemi Adem, e Hamz, e Shaban, e Zahide. Allahumma amin. Allahumma amin. Ja Rabbel Alamin. Na emocionova hoje. Na emocionova. Na emocionova. Emocionova se na kena pas rënë depresion si popull. Populli shqiptar, para se të vije kjo koha 5, 6, 7 marsin 98-ës, ka pas rënë depresion. U frigoj shqiptari madje edhe prej hijes e uniformës serboslavit. Na kemi përjetu vetë këtë. E Adem Jashari ja ka kthy krenarin shqiptarisë. E Adem Jashari e ka mbush shpirtin e shqiptarit, e çdo shqiptari me energji pozitive, se edhe me vdek të e mbrojt pragun e shtëpisë, o çmimi i nderit edhe o çmimi i krenarisë. Prandaj prej mediumit tënd, i thras çdo vëlla, çdo motër, madje pa dallim besimi, po çdo njeri i cili ka 2 kokra besim ndaj krijuesit gjithësisë, e ka ndere shqiptarin, gjakun e tij, në venat e tij, nuk e ka përzi me gjak slavi, por është tamam shqiptar, besimtar, edhe i apeloj nga ky medium, pasha Zotin e madh, që na ka fol shpirtin, edhe para ti kemi me dal. Nëse pushka e Adem Jasharit nuk na ka vetdisu, edhe nuk na bashkon sot, ne kemi me humbë hapin e kur të rëzohemi do të thim qafën. Prandaj kam shpresën e madhe në Zotin e madhnushëm, se ajo pushk, ai gjak, ajo trimni, ai guxim, neve na ka mbush plot krenari, edhe këtu e tham publikisht para të gjithë njerëzis, madje edhe me krenari, ati i cili i ka ik lavdia betejës, i bën me ik krenaria fitorëve. Sepse në lavdinë e betejës sa Adem Jasharit kemi hise që të krenohet çdo shqiptar në fitoret ati të bekumit, Zoti e kënaqë në xhennet javë. Ma ke thonë fjallë shumë emocionuese në ditët e epopesë u që kësë. Bravo të koftë. Bravo të koftë. Allah në falë të në zoftër adrit. Të në fjallë që dalin nga thëllësia zamërës, që në këtë edukim e ku morë për prindrëve të mi, për mësusave të mi, për hoxhallarëve të mi, për si nxënës medrese, unë e kom pas fatin, Allah e dhe gjelar që ashtu kishë babo amen, unë pas amenin Fatmir, edhe jam shumë krenar që baba ma kalon këtë amen, se për me pas kom fatin e mirë, që isha dhe pjestar i kauzës Adem Jasharit, jo vetëm teoretikisht, por edhe praktikisht,
jam ushtar, edhe të njëjtën kohë kam kryer detyrën derisa Zoti kish pas caktuar të mbes edhe kështu qysh jam sot, po kjo është krenari, madje edhe nuk bartë as protezë, edhe i lutëm Zotit atij kohë shumë fal që ti shërbej popullit tim me paqe, me dashuri edhe me misionin e pajtimeve, që mundohemi ta ngrej këtë mision lartë me lartë, në mënyrë që shqiptarët tash kanë kohë që ti hakmirën gjenocidit serboslav me punë, me arsim dhe me përparim. Këtu nuk arrihen pa u pajtuar. Prandaj ky është misioni im që ti arrim këtë popull ta ngrimi lart, edhe të njëjtën kohë që ta kënaqëm Zotin tonë në qiell, e atë kënaqësi Zotit ju tregoj edhe shahidave tonë në xhenet, të cilët po na presin. Nëse na sot nuk ecëm marr, edhe nuk afrohemi me punë të mira të Zotit jon, çuj do t'i dalim përpara Adem Jasharit. Çuj do t'i dalim nanës Zahide, e cila është nana shqiptarisë. Se nanat e dëshmorëve, nanat e shqiptarisë. Çuj do të ballafaqohemi me ta. Çuj do të ballafaqohemi me ata njerëz. Çuj do të lajmë në gjurmë pa shlym historinë më të mirë të Kosovës. Tash o koha, një qere shekulli shkoj, 27 vite, është 1/4 e shekullit. Ngati më shumë se 1/4 e shekullit, prandaj o popull, o njerëz, o ju të zgjedhurit e popullit, qofshit pozit apo opozit, qofshit parlament apo qofshit në qeveri, kudo që jeni, në nivel lokal apo në nivel qendror, ja keni frikë Allahut, e punoni për këtë vend, e punoni për ëndrrën e Adem Jasharit, e cila është ëndër që duhet preket në realitet. Ajo duhet të shoqërohet me bereqet, në mënyrë që të gjithë së bashku tok për të arrit atë të cilin na kanon ata të bekuar të gjithë neve amanet. Dole dhe rinë, Allah, dole si vjersh. Allahu e më Ferkia, me se jemi në që temën e familjes Jashari, përmenë edhe nonën Zahide, nonën heroin të shqiptarëve, Ferkia ka pasi kanë edhe për nonën Zahide, nashta naj pjesë Ferki, Nej varg. me na këndu sonte, me qenë se jemi edhe në qitë pjesë të kësaj teme. Po, se jo, njëherë dhe ishte me ju falenderut për shtesë. Faleminderit Jo, juve. është përbleft, Allah është përbleft edhe hoxhin për çdo fjalë që e shqiptoj edhe për këto dua që i bëre, se aty përfitojmë edhe na. Edhe unë s'kisha gjetë kur që si fjalë për mu shpreh ka shmirë, për ata edhe kemi hoxhallarët. E sa i përket ilahis për nonën Zahiden, fajtor ishte një shoku jon përbashkë, doktor Bardh Raci, cili duke përgatitur në albumin me ilahi, ai më lajmëroi dhe thaj kom disa tekstet, edhe unë të lexu thash, këto asnjë tekst po muj me edhe shkull në ulqim incizum, edhe kur ishte fjala për nënën Zahiden, tani kemi edhe musafir në prekaz. Ju më prek edhe menzi e kum këndu, se ishte edhe tekstin, sigurisht, tekst, tani tregon një bashkë histori, një ndodhi, çdo moment e ilahis është, e këngës është bashkë mënyra qysh u ndodh puna e asaj natë, edhe ju krenar që një operacione që e ke këndu. Po një nanë cila me plot kuptim fjalë është no. Edhe nuk jam i përgatitur muj me këndu. Hajde. Ashtu që inshallah. Dimër ftoft qenka në drenit, e vetë me ndhom një nënd polit, linda jo djenë si luaj, Kosovës trimatjarit. Linda jo djenë si luaj, Kosovës trimatjarit. Rështëpis hareja po jehon, pas nan Zahidës fëmit vrapojnë, si kuror rreth nënës luajnë,
prekazin e zbukuroj. Oj nan zahide nana jo, na si ti nuk pash askund, krejt Kosova na të thot, Hamzën e Ademin i përkund. Oj nan zahide nana jon, na si ti nuk pash askund, gjithë shqiptarët në të thojnë, Hamzën e Ademin i përkund. Ishte bon, sy fyrin duke prit, kullën shkau e rrethon, nana shkoj të djemtë e saj, bashk me bukën plumba ju qaj. Mbahuni të fort o djemtë mirë, unë po luftoj në tjetër rang, bashk me babën e dajën tuaj, dushmanin tu nuk e me lang. Bashk me babën dhe dajën tuaj, dushmanin këtu nuk e me lang. Oj nan zahide nana jon, nan si ti nuk ka askund, krejt Kosova na të thot, Hamzën e Ademin i përkund. Oj nan zahide nana jon, nan si ty nuk pash askund, gjithë shqiptarët në të thot, e Hamzën e Ademin i përkund. T'lo zemra. Allah shumë. T'lo zemra, frake. Faleminderit. Shumë po emozionohesh kohët fundit, hoqë. Pse? Këto vargje më emocionu shumë. Sigurisht. Për shkak se për një qast i mbylla sytë edhe kujtova se si non Zahidja me Bab Shabanën, me sa peripeti që ka çdo familje në shqiptare ka rrit, e ka përkund, e ka ushqy, e ka eduku, e sa hjekat, e sa peripetit i kanë kalu, edhe asnjëherë nuk janë ndërzu. Prandaj ne shqiptarët jemi popull më i përgëdhelur i Allahut në glop, e marrë këtë guxim me e thonë, sepse këtë liri që ne sot e gëzojmë me qindra kombe në për botën e lakmojnë. Ma mirë me thonë me qindra popuj në për botë, këtë siguri e këtë paqës që ne sot e përjetojmë, ata na neve na lakmojnë. A thu valë, kush është shkak pas Allahut, ati kull shumë falë. Pa fije dyshim është gjaku i këtyre trimave, i këtyre burrave, se burnia nuk lidhet vetëm me gjini, por këtyre herojve dhe heroinave me cilët ne sot kënaqemi dhe krenohemi. Por a thu valë, atje ku këta na kalon amet me shku, a kena mbri, vallahi ju, e billahi ju, e për këtë edhe po mërzitna, edhe po shqetësohna, por edhe të njëjtën kohë po kërkoj për i gjithë vëllezërve dhe motrave tona që t'i folin mendjes tyre, t'ju kthehemi realitetet dhe të së vërtetës, se Zoti neve po na lut që t'i kthehemi rrugës tij e të punojmë, se këta njerëz që dhanë gjithçka, një ngjull të pashlyer historinë më të re të popullit shqiptar, e kjo është arritë me mund, me sakrificë. Prandaj sakrifica e Bac Ademit me vëllain e tij Hamzain, edhe të njëjtën kohë me bab, madje që edhe dajën Osman këtu që ka përmendur në varg,
Kjo dëshmon është një kombinim i madh i një heroizmit të papar më herët. Prandaj me plot të drejtë ka thonë edhe Kushneri, i cili ishte i pari administratori unimiku të kohës, sikur të kishte një çmim për paqen që e mbron nderin e familjes, familja Ashari me siguri se do të hyte në Nobel ose në atë librin Çmimin për paqe. Po, këtë ka thënë publikisht. Edhe me plot kuptimin e fjalës, gjithçka para kësaj familje bie, domethënë asgjë, askush nuk ka mundësi përveç se ti lutet Zotit në mënyrën e vet që Zoti këta njerëz t'i shpërblej, edhe t'i kënaq në ahiret, se kjo dëshmon ashiqare se njerëzit kanë pas nevojë për t'u rizgju, se nuk mundet njeriu për ta çliru vatanën e tij pa e çliru shpirtin nga prongat e mendësisë së robërisë. Andaj këtu duke i citu këtu vargje të bukura të kësaj poezie që bardhi e ka shkruar shoku jon, edhe të njëjtën kohë ky e ka ricitu edhe ka këndu bukur në zhargonin e vet Fërkiu, Zoti këto është shpërbleft. Unë dua të them edhe një fjali që në plot kuptimin e fjalës kishte me zonë vend për këto fjali që neve na motivojnë. Shqiptaria deri në ditën e Kiametit e ka një brëm të madh. E kur ka e zoja shtëpis, po flas tash në aspektin figurativ, harç sa të dush, e marrën pitën qysh don. Edhe këtë musafert i ngop. Harçi është, e na kena harç sa dojmë, veç na vyn me përdor këtë harç, me përdor në rrugën e Zotit, me ngrit autoritetin e shqiptarëve. Edhe shfrytëzoj rastin, me i bë apel shqiptarëve, pa dallim feje, pa dallim orientimi politik, madje regional, kudo që ata jetojnë, ju lutem për hir të Allahut, Dhul Xhelal, lironi nga mendësia e robit. Ne jemi ta zotni. Na nuk duhet me trajtu shtetësinë e Kosovës edhe mirësitë e panumërta që ne i përjetojmë çdo pëllëmbë të hapeve tona, sikur të jemi ata argat që deri dje kemi bë argat okupatorit tonë. Me dashje pa dashje. Edhe shumica absolute ka qenë e imponume pa fije dyshimi. Mirë po ne tash Kosovën edhe institucionet e saja, pavarësisht çfarë do nivele të interferimeve të qofshin ato, ne duhet t'i kemi në vëmendje që të lirohemi nga mendësia e robërisë. Ti je zotni. Kërkush nuk ti pranon në asnjë rrethon ato fjalit e tua se s'po na lojnë. Kërkush sot absolutisht tash ti ai që vetësh këto. Ti ai i cili duhesh të kallëzosh rahmet madje edhe me komunitetet e tjera, ti duhesh të jesh ai i cili të kallëzosh më shumë durim edhe sabër karshi të gjitha ankesave të qytetarëve tu, se ti je shumicë absolute. Kosova pa fije dyshimi është të gjithëve, ata që dëshirojnë me jetu në paqe, në dashuri, edhe në respekt, na nuk jemi kundër asnjë komuniteti, runa Zot, sepse ne trajtojmë krijesat e Zotit, edhe këto e kemi adet na shqiptarët i nderojmë madje edhe të tjerët, madje edhe pse regjimet e tyre totalitare në këtë rast Serbisë na kanë bërë zullum, na me njerëzit e pafajshëm dhe paqëdashës, na nuk kemi absolutisht asgjë, se kjo është madje edhe kuptimi, madje është edhe interpretimi ju epopesë UÇK-s, edhe të gjitha keq interpretimet ndryshme që madje edhe sot e 27 vite mendojnë të tjera që t'ja veshin UÇK-s se ka qenë një ushtri e egër, zullumçare, një ushtri runa Zot e pa drejtë që sot ende e prurt e saj mon pa të drejtë në Hag. Unë jam i bindur se kauza UÇK-s aq është e pastër sikur loti nënës Zahide, e cila ku nuk kanë bërë rahat Ademi i vogël edhe Hamza i vogël, se çdo nën do më thonë, nuk bëhet rahat kur fëmia nuk bëhen në rahat, edhe ka qojt për ta, edhe sikur loti besimtarit që pikon nga thellësia e imanit tin, nga frikë, respekti dhe dashuria për Allahun, çashtu është kauza UÇK-s e pastër. Edhe lutem Zotit në këtë moment që edhe vëllezërit tonë dhe e prurt e UÇK-s, prej ish presidentit Kosovës Hashim Thaqit, e Jakub Krasniqit, e Kadri Veselit, e burrave të tjerë të cilët mbahen pa të drejtë atje, Zoti t'i liroj, edhe bota e cila na ka ndihmu, bota perëndimore në krye me USA, jam i bindur se ky realitet do të dëshmohet dhe do të del në mejdanin e drejtësisë, edhe do të kthehen faqebardh në trullin e shqiptarisë. Këtu nuk ka parti,
këtu nuk ka drejtim, këtu nuk ka kauzë tjetër se kjo është aq e madhe kjo kauzë e cila i lën nërhije këtu kauzat të tjera, nuk ka këtu përçarje, këtu nuk ka nënçmime, këtu nuk ka linçime, këtu nuk ka veç une, kjo është kauzë e madhe që nuk mundet veç një njeri, se është kafshate e madhe që nuk ka përdihet, këtu kanë hise të gjithë, këtu kanë fillu burrat e mëdhenj për xhamis Bajraklis në vitin 1878, hajde djalë të Ismail Qemajli, e të Is Boletini, e vim të kauza e Azem Bejtës, e vim të kauzat e mëdha Shaban Polluj, e Mehmet Gradic, e Ukshim Kovacic, e Ahmet Selac, e burra të gjitha nahive, qoftë në Llape, në Gollake, në Drenice, shkojmë atje në Shale, shkojmë atje në Dugagjine, në Malsije, në Karadake, ku të dush, ku t'ja qelë faqen biografive të historisë së bukur të shqiptarisë, ishe lavdit, ishe mirësit, ishe begatit, ishe kënaqësit, ishe ato dashurit me milimetra që i përgjigjen madje edhe konvektave ndërkombëtare, qofshin konflikt të armatosur apo qofshin në rrethona të pasur dhe të normalitetit, se si shqiptarët kanë dinë me i nderu dhe me respektu madje edhe pakicat të tjera. Po kjo na duhet shpallëm popull dhe kauza UÇK-s duhet me plot kuptimin e fjalës edhe prej këtij mediumi i ftoj të gjithë organizmat qofshin ndërkombëtar dhe vendimarrës të globit, UÇK-ja meriton të hyjë në librin e Genisit. Për paqen dhe mirësinë dhe burrnin që shqiptari buk e krip zemër, merhaba gjithëve ju ka thonë mirë se vini, ama për armiku i cili prekin moralin, e ndinin, e dinjitetin ton, ne ka lënë emanet Ahmet Prekazi, Ahmet Delia, se të qofsh edhe pa asni barët e kem Sakicin, anerin edhe në respekt edhe krenarin, nuk e për ull edhe nuk mundet shkau më në marrë në përkom në asni rrethon. Këtë e kemi dëshmu, prandaj tash jemi në rrethona të reja, e ne do ta dëshmojmë me paqe, me arsimim, me edukim të mirëfillt, edhe këtë në kohë shqiptarët bojnë fëmijë më shumë, edhe të shtohet zëri i bukur i filloristave në për shkollat tona, e ju do bëhet debat pse shkollat po na mbyllen, e janë në tendencë plot shkollat e tjera e plot xhamia në për katune më na mbyll, jo pse shqiptarët nuk e dojnë fen, na udhë billah, po për shkak mungesës së njeriut, për shkak se njerëzit janë duke u dynd edhe duke u emigru pa të drejtë prej vatanit të tyne. Andaj ky pluhën i kësaj demolie, i këtij demerllaku që thot populli, i kësaj hamënsie, unë du me lutë Zotin prej këtij momenti, prej këtij veni, mas jemi në prag këtij farit, që shqiptarëve t'ju kthehet dashuria për atë dheun e tyre, e jo shpinë për 4-5 katalen, thot e të ik, e që kanë plane për pudrumat e Evropës. Respekt për ju, faleminderit. Faleminderit hoxh. Me këto kam kallaj me bëjë mision. Domethënë se është çaq i gjan, kështu që unë jam shumë komod këtu. Përki na dim që ti je konjoni për artistët më të kërkuar në kohën tone. Kur ke këndu kështu stilin tanë, llojin tanë muzikës që ke bë. Sa vjet u bënën që le muzikën. Edhe apo të merr mollë për atë tjetrën kohë për ke kalu ti ajo mo. Unë isha me 2005-ën ishte problemi më i madh i shëndetit, i mënyrës jetesës që shjetoj unë. Tregona çka ndodhi në 2005, pse u lodhe për asaj jete? Çka bëjshën atë jetë? Po ti shkon diçka e mirë, garant s'ka lodh. Po, domethënë ne ke pas jetën pak të ngarkuar, të rregulluar. Ashtu që me 2005-ën Janisi erdha nga Londra, ishim atje për një mbrëmje, edhe atje vendosa që bile një vjet të bëj diçka me veti, se nuk ishte mu ferke. Nuk më isha as rahat me punu, as fuqi, imuniteti nërë zero, lodhje me plot kuptim fjali, edhe trupit, edhe të menurit, edhe krejt. Ashtu që 2005 ishte ajo ku u thy, ai momenti i duhur, por me 2006, me 14 shkurt, ishte mbrëmja e fundit në pej, ku vendosa që mo nuk shkon edhe halal edhe harami. Do me thonë, e kuptove në një moment që po të bënë dëmëja jetë. Ty, familjes, edhe vendose me lanë. Po. A po të fështirë me lanë? Jo, me lanë s'po të fështirë. Por ishte problemi që fillimi si fillimi, unë e pota qatë fatë që nejta me shumë gjallartë, Mitrovica është edhe njoftën
si një burim kështët i hoxhallarëve, mashallah me dije, me tonat mira që i kanë. Edhe fati ishte aty që me ata duke shoshnu shumë i lehtësova vetës. Sparja nisa me namazë, dyta lexim Kur'ani, edhe shumë dosene me cilat unë që më konë kërkun. Do më thonë si ke praktiku ma herët. As ke lexu Kur'an, as ke fal namaz, as... Po, unë kom ditë një fjallë, me rabami, thonë. Tani, unë edhe kom pas një problem sa i përket asaj që unë ma shumë kom përdor gjuhën bosnjake, duke jetu edhe në Kroaci edhe në Bosne. Nonën e kom pas ganoj pazare bosnjake, por mirë, nona më ka vdek shumë herët, edhe mbeta pak kërkon. E tani muzika bonit vetën, hajde, ma lehtësoj me një mënyrë me thonë adin një lloj jetese, por unë e kesh përdora qatë bukurin me thojzën e thonë. Edhe erë tani puha që do më thonë, përthut që deri... Na pisojmë le duhanin se... Po, të bëndam, po. Jo, na pëpresi mjeku me thonë adin. E kur vjen punat e mjeku është vonë. Do më thonë, te në 2005 në kimo jetë të sregull pak, shto jetë sregull. Në kuptimin që ke pi alkohol, ke dal natën, je këthy vonë shpe, ke utu shumë. Jo, herë dysha të shpia. Herë të shpia? Ku pishe alkohol? Po. Pishe në shpia, jashtë shpis. Vazhdojshë atë shpia se... Vazhdojshë, nëse jashtë? Që ajo është po, që ajo më kom problemi më i madhë, se kur më ngi, kur më... Por e jam gjashtë, pa thëmë, që ta s'po më ngi me jetën islam që shpo jetojnë. Ajo është një... 2005 vendose me lonë kretë muzikën, alkoholin, mu këthy një jetë... 2006 e kumë lonë. 2006? Po. Unë e lash pak, sa do pak muzikën, albumin e fundit, është një nështë për juve interesant, ishte një korrik, kur unë e qitë albumin e fundit. 2000? 2005, Luje Belin Luje. Po. Ishte edhe një spoti, a me 15 korrik, unë me 5 vakt namaz. Do më thonë shumë ofër. Po. Kne Luje Belin videoklipi, po shpedin Luje Belin. A bon shtut, një smim ka vetë, a bon shtut. E do të falem dhe kështu. Edhe kur një thmi din me i rezonu që të senet, unë tani për një me e shtysha pak, i rallojsha punët, shdo natë kumë punu, shdo natë. Shdo natë? Shdo natë. Të unë s'ka pas natë pushimi. Ke punu shdo natë, dhe më thonë? Shdo natë. 3-4 natë e kumë pas Prizrenin, për shembull, 2 natë Prishtinë, 1 natë Mitrovic. Tani ndrojsha shto 2 tjera, e bojsha në Ferizaj, ose në Gjeljan, ose shka dish, tash Riza, prape u kthesha. Por java ka qenë gjithë e plot, plus, unë e pata edhe një lehtësim veti pak i bona se me komplet të enten, gjithë çmimi ka qenë pak jo pak po, i nalt, edhe ajo i vlejki kur shkojshem jashtë shtetit. E tani e bona një duo, unë me një ushturimi nga tentë. Aj me sinti edhe me saks, unë me gitarën edhe këndojsha, edhe me çmim i rash kogja me një normalja dhe ashtu që... Me pas ma shumë punë. Nësë është lokali ma diskotekë, se ne patëm një shmim, nuk di veçan, nësë është salla e vogël. Edhe punojsha shdo në natë, kalosha mirë, edhe për një sen që ato veç me lejen e Zotit ku mujnë me e përballu se unë e muzikën e kom ljonë kër ju konë ma i forti. Ma i kërkume, dhe më thonë. Pa, s'po du me thonë, ma i kërame, bashkë ma i forti. Me kërkume, se kongë të tina halongohen hojë, nuk dhja të karana konë vesh një... Unë e ku shkoj që... Një bjëndina. Ajo është punat që, po thëmë, nështë të bashkë më më mburë që aty ku ju në konë rëpë edhe aty e nala, ishte pak. Financiarisht problem. Ajo. Fillimi jo, sepse halja... Ki pas rezervat. Por të një, pa edhe ajo të i kalu shumë shpejt. Të i kalu, dhe më thonë ajo. Se me përnu zdo natë me morë, leks do natë, tani nestrit mësë me morë ma hoqë është kogja një farë... Kogja një farë ljodhi. Plus këj ka shpenzu, bu thëtë, dhe më thonë, këj se këj nuk ka kursy shumë. Se ka pi alkohol, ka dale, ka po jetë pak ma... Njëherë, një miku im ka thonë, që si kom përveç pak ma i menqër, se më gucke. E pse? Tha, pa ka 1 mark milion. Jo ma shumë. Po, me rrujt. E që 25 vjetë, tha kësyre, so i shkon ajo e sene. Do sene që i cakton Zoti malë,
Instrumental askush. Një pyetje, a ke fitu shumë prej muzikës pare? Po. Shumë ke fitu. Po. Okej, a Unë jam nështë i vetmi cili gjojve krejt e dinë, se unë Po. kur s'kum shef, unë kum punu shumë programin e gjëre kum pas. Kur punosha për shembull në Korçull në Kroaci, Po. unë kum punu anglisht, kum punu kroatisht, Po. repertoarin e këngëtarëve më të njoftën qatë kohës. Edhe jam prej atynve që unë punosha vetëm në për hotele, Po. ose apo restorane, Po. pak me nivel. Me nivel ground, shtët. Që me një ka, pjedestal ku është plot. niveli, është edhe çmimi më i mirë, Ashtu. është struktura ndryshe. Edhe, kur u kthesha në Mitrovica u koni qytet gjithë, i pasën shkaku i Trepsës. Restoranet po, dyqanet për mu vesh mirë, unë po them nëse dikush ka desh garderobë të mirë, ajo... Mitrovic. s'ka me- U kon Beogradi, Shkupi edhe mes u kon Mitrovica, që krejt tjerë u kon kërkon. Na vesh një rrugë kemi pas ku ju kon dyqanet krejt edhe me kvalitet ish Jugosllavisë, me Peko, me Borova, me Planika, me Hamama, me Alia Hoxhi Sarajevi, Alhosje, tulli farsane. Krejt i kemi pas aty. S'kemi pas nevojë kërkon. Na vetëm për një sen çka na i farmer shpirë me pas, dosh me shku në tërës normal në Itali. Qajo u kon puna, po edhe aty. Shkoj ke shpëtimi një herë, tani shkoj ke Fatmiri një herë Serkiu, adin mos më lodhe mi x benzinëve. Ajo u kon puna që unë s'kom punu për bakshish. Okej. Por prap thëm, nashta jo mi vetëmi që ka ditë me marë paret, që kur kosh as din as kosh. Kur letra me mlodh, a bën mi mamush me sallat veshin, adin tu më porosit, ja, ato unë s'kom... Sa stili Për të kon jetu, ndryshe i ashtu. këndimit. Edhe... Sa për kalu- kështu, sa për informacion, ka kalu ku amoti, jem të folë pas 20 vjetëve. Dhe sa ki mujt mi morë mërna javë, ose mërna mujt, për muzikës, se mandej na vynë që këpër me dalë të një tjemt, ose një pyetje tjetër, mandej që kena me hoxha, me hoxha, Unë mandej. mbrami, Afërsisht. për shemën, një mbrami. Po, E shtash prapë për manda para, varet edhe nga lokali. Po. Nësë është diskotekë, normal penzon që është- mesatarën, ose më të mirë, ose më të Për vogël. shembull, qatë kohë na dy që patëm diskotekën 1700-2200. 2200. Po. Varet prej Po, diskotekën venit. cila është... Tuknu për natë. Po. E shtash, ato, në atë javë kemi pasë edhe restoranit, për shembull në Prizren, punojsha 3-4 natë, vikendin komplet. E unë s'po më ishtash, do natë me marë njëjtë, Po. atë shumë. Po e zvogloshën çmimin, E qartë. edhe u bojke për shembull, për çato 3-4 natë 2000 u bojshin. 2000. 500 natë, po. Tani shkojshan tjetër 700-800, aty 500, aty, ama shtu t'ka Që qenë. po i bjen hoxh mujnë 20.000 afërsisht. 20.000. Shumë, unë as po menoj me atë punë, Po. atë nëso. Vishat e shtëpia që më thoi ke gruas, nuk din ka për dalin paret për gjepave, se Shumë pare. shumë pare ka pas tani. Unë kum punu edhe për njerës që latë për mi ik bakshishit edhe porosive me leta me sene, unë rrisha me musafirin në për tavolina, e di, filani e donë qitë kongë, filani shtonë, rrini rahat, pse me më pagu? E ke njoftë. Unë e di që kamarierin në fund, ma bike edhe vesh ma bëjke që to të kalon kështu edhe ikën. Në salvet, mëra. Zarfi. Po. Jo, zarf, po bashkë salveta. Me salveta, po. Po. E qajo ka qenë jeta, por haram geldi, haram getit, që thënë. Okej, tu të pyet kesh, a i ki pas ato fitime, për çka i ki përdorë? Domethënë normalisht për me jetu, po a kam pas fuqia ja për parje? Ka pas A kimet. ka pas kymet, që të hoxha? Edhe po, edhe jo. Në fillim, pa edhe i ri kam qenë. Po. Mendosha që këtë me pare mund është me ble. Ma në fund edhe të mitë. Shoqën, i qojsha, shkojsha 3-4 dit, a jom aty, as jom, po shkoj dika jashtë në i turneja në diqka, shpesh këm di që ato u ktheshin une mbetsha, jeta qysh jetojshe, mrapsh krejt, me kofera, krejt vishin me garderoba, unë me harama, mrena, me sene, por që edhe... A ka pas shtirë familja stilin e jetesës tone? Para 2025, para 2005-ës. Po kur... Se mungesa e jote u kon evidente në shpetë, më thonë, kur në për na- koncerte, në për... Unë da brenda vitit, për shembull, një muj apo dy, po ishim në deti. Po. Ata ishin me mu. Po. E shtash, nuk di, një muj jemi në Korçull, tjetër muj jo me tente, Po. jo në Ulqim. Po.
ose një natë jom Dubrovnik, Po. mas nuk ti, po shkoj për kopër në Sloveni, e mos vetëm shoqen, ose shoqja me Po. vajzën. Jeta ka qenë ashtu që 2-3 herë jeni për deti, Po. ato janë kushtet se rrallë dikush ka mujt me përballu. Po. Edhe na kemi ashtu, jetojshëm ashtu. A ma vështirë po të belon alkoholin në muzikën? Zhvicojmë me trajt, alkoholin, E po të ma vështirë me lo. ma vështirë. Se muzikën? Se 2003-ën, kër e lash duhanin, e hetova vetën që jom pak ma mirë, por ashtu qësh unë jetësha qësh sa të projsha, sukon normale. Sukon Për një insan, për një njeri i mençur, jo. Edhe ato që e përmendëm paras, nëse veç vjen të shpia, pyetja e shoqës ka qenë, apo do më të shërati me fletë, apo do më vazhdu për me ma fregatit, ajo është tash ende, Prap, qka sene, Alkoholi. vazhdojsh, deri 8, 9, 9, fletë, tani normal, nëse flenë ora 90, qohësh në 2, 3, 4, 5 mas dite, pregatitja një tush sene, ku jemi sonte, aha, Gjakov, vërkerin, Gjakov, edhe që ajo ishte jeta. Edhe një sene kum pas me thonë të mira në qatë vak, nëse punojsha, gjatë kohës e punës, nuk ki pas mundësi me pa fërkjur me alkohol. nuk e pid. Ja. Kur ke këndu, nuk e Tu pid. punu, s'moj me rrejt, një gota po 2, ama ajo është diçka të në rrallë. Po ju Jo, mu puna u konë, alkoholizu. puna, ja, puna u konë, ama u afru fajronti, e tani jeta ime u konë, Qysh u gjinde mandej, financiarisht, se nuk është letë kur hoxhi merë çdo mujt kogja shumë do pare mandej, s'ki muzik, i ke lanë me koncerte, me data, me gjithë shka i ke në lu. hinin loj Kush ka hinë njoj? familja komplet. E hapëm një qerdhe private, ku shoqja me vajzat edhe me disa punëtore tjerat, e morëm një shtëpi të madhe edhe aty organizuam punën e qerdhës private, edhe kemi punë shumë mirë, deri me një moment ku i ka pengu dikujt. E di konkretisht edhe kur sot është gjë, ai mu nuk është ministër, ka qenë një prej ministrave, jo bashkëministër, po aty, në lidhje me ta, i ka pengu pak muhabeti i mbulesave, se unë edhe shoqen e kam, edhe vajzën me mbules, disa punëtore ka qenë me mbules, disa pa. U detyry me shqit biznesi. Okej. Pas asaj, unë ndërkohë incizova albumin me Ilahi, një album e kumbo Shqip, 2008-ën, mas 3-4 vite edhe një album bosnjakisht e kum incizu për Sanxhak, Bosnë, Turki. Edhe punojsha mirë prap. Shkojsha tash në për tribuna. Tash ke fillu me shku në për Po, tribuna. në për tribuna, normal, hoxhallarët janë dihet me temat kryesore, me na Ilahi, na lexim Kur'anin, na Kanë kalu ta shumë vjetë për ke prej që ke dalë në tjetër rrugë, po. Atë kujtohet, atë bjen qef në me bëhat në i moment asaj jete. Që thojmë na atë kryu trupi hoxh. Atë bjen hoj. Atë bjen hëj në herë. Unë apo më besën edhe në atë kohë, për 76-ës jam me muzikë, 76 në muzikë. deri me 2006-ën, besëm, edhe atu me thonë që jam prej radhëve, mirësh me muzikë, je profesional, se unë e kom punë edhe RTK si perkusionist të sene, por nuk kam qenë për atyre që kanë qef me ngu shumë muzikë. Edhe nëse kanë qenë, ajo ka qenë blues, diçka kretë, qetë, pa dalgina e pasene, edhe nuk kam që si probleme. As Ki nuk probleme? Si kom pas, as dita e sotit. Na po jetojmë, se njëri mama po qysh, unë e po jetoj normal, edhe unë e kam televizor, Po. edhe kam radio, kam Po, veturën, sigurisht. shoj, edhe shtash. Dëgjoj, e po që, njët. unë nale. Do nuk je edhe në këtë pikë kështu. Normal që s'jam. Edhe, kur pa të operimin e fytit, unë e di që e krya mu, u pështova aparatit, Po. mos me pas aparat, Po. aty u pështova. Mirë, elhamdulillah krejt.
Bille Mjeku, i njoftën është edhe Haxhi që më ka operuar, i tha, një 2 vjet zgatët që kjo ka dalë. Vjentin vetë dhe mos kitë dërgjë. Po te unë pak nuk e 2, po një 5, 6, 7 vjet unë tek ja kom nisë, ajo po hetohet që tash edhe kur knova, hetohet sene që dalin diçka që s'po mujune mi kontrolu. Ajo është puna e asoj që kom jetu mrapsht, puna e asoj që ju në konë i pa matën, ka halon njerës që jetojnë në Turki, që njerës që miren me muzikë, me art, me krejt, ama ja përmend shtetin miliona, ja përmend Allahun miliona, sene, ama prapë është, po jënë matën aty ata, si në det janë, e unë s'kum ditë si në deti, unë... Për cilë tash trendin e muzikës? A din kush është ma aktiv, kush është ma pasiv, kush është i mirë, kush është ju bashkë i mirë? Unë kam mishtë, Po, i ke rujt mishtë? Jo, me stratë s'kam lidhje. S'ki lidhje ma? Lidhje s'kam. As kush ka dalë, kush është në trend, as kush... Ja. Për shembull Dafina Zeqiri, ju Limoni, këta i nje, sigurisht. Nashta mi po, me emrat për një mes po muj me nashta gjeneratën Ju Limoni, djali Mufail Limonit. Ja, Mufailin e nje. Ja. Mufail Limonit, gitaristin. Aha, Mufaili i... Po. Minator. Po, e nje. Vini ko bashkë. Po. Yllin s'pe nje, djalin dhina. Ja. So për i talentum, dhe më thonë. Hisje, nuk je, dhe më thonë, nuk është këput. 20 vjetë, interesant. A ngonë muzikë në herë? Ja, Kur? ju, po thomë që jo makinë. Po, dela jo, sigurisht. Po, dela dhe, ama për mu s'ka mu... A jetu një ma mirë. Restoran, po rim, që të e kam autoparlante, ato zbushika. E kjo artë. Unë e kam veç mundësi pak me nëllë, s'po më pengon, se unë aspe një. E po një pëthë, atë kujtot kërë ki kënu që të kom. Që të e kam, për badjova, mund nuk... Kongë tua ku i një është qështë reagon, ku i një në kongë tua. Që jeme një... Që para s'te pini përmend, kafe. në shkojnë deti, Po, një balkon, po. Në Tenteja terasë atje këtu, një jetë, po. Moj bjondin. 200 dit, atje, këtë Po. ura, 300 metra ma poshtë, bjondina, po donim shtash me shetit, hajde po shkojmë dark, ata 2 minutë që po ma bëjnë të mirë. Dhe dhe belin. Edhe me njerë që kur, e përshuen atë në kongën e TNT-s. Edhe qëllimi jem ka qenë bilek veç, apo do në me shu TNT-n, Po. e poj bilek pa muzikë, pa begla instrumentale, po. Po. Edhe du që mundët mu... Moralizu, të më thonë, do më ju këthi Një prap. prej fajtorve është që kë Ziko. Po. Ajke që këm qështini që tash në qëtë, po sa dëgjova e ki bo një kujtimet, atë balot tha shumë mirë, shumë. A kështë muj tha, jëmë të përgatin një 33 vjeqare Po, vjetorin. kompanis. A mund që Sash, a din çka është Ziko, problemi, unë shumë e shmoj qatë njerën edhe duhet... është shumë burinashëm. është Është shumë burimir, e vërtet. Edhe pisam, Ziko, a din ku është problemi? Problemi është që aty jënë krejt me muzikë, krejt që në musafir që ka i ki, jënë ata, unë edhe ish inderaj dhe ishte bashkë gjenerata nga Shkodra, nga me krejt ata që bashkë punojshë unë e para 30 vite, 40. Tekstet tuaj din hala, dhe më thonë. Ja. Nuk i din as tekstet. Qeni tregim, Bjondinën për shembull e din. besoj që e knaj. Do mund është me. Po, ishim në Rinora 4 në Zvicër. Po Zvicër. Ata t'janë shumë po mdojnë edhe unë i kum dashtë, i kum respektua edhe i respektojnë inshallah. Të mirë Ndoshta janë, Shabani, Flamur janë. Edhe ishim musafir atje. U morëm vesh ta bëjmë një provë me një herë aty për aty, kur erdha me instrumentet, thëm edhe jemi tani ma fri. Tonë natën jemi adin dalim pak, nesër prap jemi tonë, tek mbrëmje bëjmë muzikë. Dhe i qitëm na instrumentet, në ndihmun ata djemë, zërimi veç aty, vetëm na instrumentet dhe lidhëm, pe bëjmë radhë dhe unë e kum pas gjithë me vetin një aktof atë qantë, aty kum pas pultin, Po. për tekstet edhe një 2 fletore, 3 varët, amgësht atë. Edhe unë e qela dhe përboj, hazëri, po afrojt njën, për thëtë, baca ferki, s'ki nevoj heq që si anglisht, vetëm tente, veç bom, veç tente, thasha, një dhe që tente, unë e adim përboj. Tenteja reta. Tekste, sa shëzdi. Edhe aty këm pas një pështim, s'ju më ljodhune për mi mësu tekste. Mi mësu tekste. Ta një që kom pasë një lesim,
unë veçanisht kongën. Ti e din, ata zemrë me njerë vazhdojshën Po. kongën me Këti ka pas kong për dashni hoj. Gjys Ka këtu spiritin ke mengu. ama si kom pas asë një tekst, nuk e kemi pas provokum atë diçka që është banal. E vërtetë. Se Ajo kemi është e për një vërtetë. mes se kemi Kjo pas. është e vërtetë. Në gjati tani ka qenë Kjo është e vërtetë. luft me ato kur bëjke instrumentale, këtë instrumentale i ka dediku Kosovës, Mitrovicës, E vërtetë. Sena, atin gjithë ka menu. E vërtetë. Ka qenë grup specifik. Ka qenë grup specifik, po Soundi jonë, thingulli jonë, qysh mundet me thotë që është të rock band. Na kemi pas një album që lukon komplet rock, por më shumë tingull kemi pas pak ma but. E ka gjeta rock i but. Ilaqin, po. Rock i but. Ne. Çka thot feja për njerëzit që kthehen, që po thot burri ka bi alkool, ka bë muzikë vazhdimisht, ka tonotën e ka pas në punë, ka plot këngëtar që e bën muzikën, po normat, rregullat tjera nuk e parathejnë. Domthon Ferkia është prej tyre që tregon vetë që ka pi, ka abuzu domthon me vetveten edhe me ndoshta edhe me punën që ka bë. Unë Çka thot feja o Huxh? falenderoj Allahun Azza wa Jall që kemi një Zot shumë gjithë me shërues. Është i gjithmonë për më na i fal Allahu mëkatet derisa toket qiell nuk mundën me bojt prej rahmetit Allahut ati kof shumë falë që i pranon robërit e vetë. Thot Zoti me Kur'an, o ju të cilët keni humbë shpresën, e keni tepru. Kështu mënyrë decisive e keni tepru, thot Allahu. Thot mos e humbini shpresën. Se Allahu falë të krejt. E lusë Allahu në madhë që në këtë ajet morën pjesë të gjithë, se cilin nga kënd vështrimi i vetë, për se cilit neve na dalin mëkatet edhe gjunohet edhe të metat tona. Për këtë arsye, njeriu i cili e ka arsyen edhe ka racionalitetin në prioritet, ai e lën të keqen. Krejt bota mu qunë kam edhe me ta hjeshu alkoholin, ajo është e keqe, është nona të gjithët këqive. Pastaj drogën, pastaj narkotik të tjerë, pastaj aja jeta shfrenume që ky vete ka përjetu, edhe tash ky tash për këtip kënd vështrimi e përjeton atë jetes si kur tjetoj në edhe tha, ma t'i tha në vulkan të më qenë, o si kur tjetë midis xhehenamit. Sepse Zoti natën e kalon me pushu, natën e kalon me imbledh forcat dhe energjit që me fillu me startu me ditë të rej. Ky këtë kundër të ne ka bo. Ky edhe plot të tjerë të cilët nashta dhe sot ka prej tyne shumë, që ne lusë Allahun dhe i ftes atyre këngëtarëve dhe atyre njerëzve të tjerë, të cilët pe i promovojnë disa antivlera, cilat nuk i shkojnë për shtati popullit shqiptar, as ka uzës të epopesë UÇK-s, e as atje ku ne kalon amanet dëshmorët me shku. E vërtet Zoti fal, unë nuk jam këtu dhe as një njeri nuk ka të drejt me para caktu njerit ku ka me shku, sa zë vetë na nuk e dina ku, na kena shpresën edhe kena njëdën. Mirë po, ne duhet ta kemi parasysh se në zhërimi i identitetit tonë kombëtar me këto lajthitje të cilat ky na i tregoj që ka kalu një pjesë tjetër se sot ato madje edhe sot promovohen si të kjo shtëpia e katastrofës që është me Big Brotherit katastrofë. A pe këshyna e Huxh? Kjo është e prambameturisë, edhe është turpi më i madh që është duke i ndodhur shqiptarisë, edhe gjithë ky promovim kaq i madh që po bëhet edhe medial, madje edhe komerciale ku të dijune, kjo është një katastrofë, edhe kështu nuk ecet përpara, kjo është kthim mbrapa. Prandaj na nuk jemi kundër dëfrimit, kundër dashurisë, përkundrazi, na jemi pro dhe duhet përbëne që ka kërku Zoti, mëse deri cilin limit Zoti e kërkon dhe e duran, deri në ato ku nuk ta mund racionalitetin epshi dhe egoja jote. Epshi, egoja, edhe pastaj bëhet të rob racionaliteti i epshit ton, ato është vija kuqe ku Zoti e ka ndalu. Për këtë arsye ka ndalu lëmi Zot për të mirën tonë, e ka ndalu o të njeri, e ka ndalu alkoolin, o të njeri e ka ndalu i madhi Zot aty ku shumë fal shfrenimet e këtyne natëve, këtyne diskove të cilat me plot kuptimin e fjalës, hiç mos më konë musliman, hiç mos me pas frikë Allahun Zul Xhelal. Ato një njeri racional, i cili ka përkushtu vendet vet, atë dheu dhe vet, do me i dhonë fryt edhe rezultat edhe epilog të një arriture të shkencore ti, ata që dolin për diskove, ata nuk japin fryt edhe gjallëri i popullit dhe kombit vet. Ata që sot i mbrojnë temat e doktoratave,
edhe japin zbulime epokale shoqërisë. Ata nuk dalin për kësaj shkollës shfrenume. Ata nuk dalin për këtyre njerëzve të cilët e kanë kalu jetën në lajthitje dhe në rësirë të pilot. Prandaj, Zoti i Madh e din se çka i duhet njeriu dhe çka nuk i duhet njeriu. Për këtë arsye jemi në muajin e shejt Ramazan, që është një shkollë e një stërvitje e bukur e bindjeve tona, se prej shtëfimit deri në iftar, po kena mundësi me ngu Zotin pa hangër, e pa pi, e pa pas kontakt intim legjitim me gratë tona. Të njëjtën kohë Zoti në këtë shkollë neve po do më na dhon mësim se ju mundeni edhe mas Ramazanit me ngu programin tim o robrit e mi. Edhe këtë këto, apet prej rahmetit vet, Zoti na ka bë të pa imponu. Edhe na nuk kena të drejtë as une, se ne di fort mirë kur ka ardhur Tërkia në vitin 2005, unë jam kthy 2006 prej Kairos, edhe e kam marrë Gjumaja e parë. Po Gjumaja e parë. që këta shpejkoj, ky pedin më mirë, gjumaja e parë që kam marrë prej Kairos, gjumaja e parë ky që e ka fal. Edhe ka koincidu ky më ngu mu. Edhe nuk u fol për dukuri negative, lënë vllazën alkoolin, lënë drogën, lënë shfrenimin, lënë shprehje deviante, largoheni jetës natës, jeta natës është sinonime të së keqes. Po kthejuni domthonë realitetit që Zoti ju ju ka begati, edhe me plot kuptimin e fjalës, kthimi këtyre njerëzve të Zoti ati kuf shumë fort, është kthimi i mbar, është kthimi i bekuar. Ky tash është ndruar model se si duhet me gjetë veten edhe artistë të tjerë të cilët e kanë tepruar mëkate, madje kanë runa zot kurthën e dreqit në narkotik, në përdorimin e narkotikëve, përdorimin e alkoolit, përdorimin e jetës së shfrenuar që hyn hak familjes, e i bën zullum madje edhe vetvetes, shumë bukur e thotë, abuzim me vetveten deri në asimose, por Zoti i Madh për rahmetit vet a pesha se si Allah azza wa jalla ka ka përdorë fërkin një farforme dhe i ka thonë hajde robi jam se ti nuk e ki venin atje. Tregom çka nuk fol hiç Zoti domethënë. Zoti nuk ka mëkat që nuk e fal nëse ti thu Zotit falma. Domthon s'ka. Nuk ka. Çka do që mund ta bën njeriu? Edhe shirkun Allahu e fal nëse ti i kthesh atij. Shirku është me bosh Po. Po ti i kthesh, domethënë Zotit edhe Pendohesh. Seriozisht, sinqerisht, nuk e përdor, nuk e përsërit, nuk i kthesh rrugës mrapsht, po i kthesh udhës Zotit, nuk ka mëkat që Allahu dhul xhelal nuk e fal. Madje. Aq është mëshirues Allahu, saqë të gjitha mëkatet i shndron i madhi Zot për shkak sinqeritetit tënd edhe për kushtimit tënd në rrugën e tij, ti shndron të mira. Ai ka fuqi. Ai fol brasjen për shemb. Allahu dhul xhelal çka ka të bëjë mes ti edhe Zotit krejti fal. A çka ka të bëjë mes neve, Allahu dhul xhelal nuk përzihet punët tona. Kur tham nuk përzihen punët tona, derisa nuk arrihet falja mes neve. Nëse arrihet falja mes neve edhe kompenzimi, qoftë me ta bo halal, qoftë me ta kthy nëse ka mundësi, por këtë rast e përmend vrasjen gjaku nuk ka pare dyjes që e pagun, por falet për hir të Allahut, sikur se ka plot vllazën tonë, familje kreshnike, burnore që për hir të Zotit e kanë shtret dorën e pajtimit, kanë dashur me hap një kapitull 3, kanë dashur me liru familjen e vrasësit tyne, fëmijëve të tyre ose të babës tyne, edhe kjo është një vepër më madhore, mos për që ka mundësi njeri me e ba, mos provon Zoti dhul xhelal. E Zoti dhul xhelal e fal. Edhe vllazën. E fal. Allahu ati kuf shumë fal, por me kusht që ata të cilin e ke vra, edhe ai me ta fal. Hoq, pse kanë njerë ndodhin nëpër botë, shohim na kanë njerë raste kur bëhen vrasje në emër të Zotit, për Zotin, për çka? Nuk ka nevojë. Se duhet me vrarë njerin për Zotin. Tu duhet me thonë, nuk ka nevojë njerëzit me u vrarë në emër të Zotit. Po. Për shkak se Zoti dhul xhelal njerëzit i ka kriju me jetu me dashuri, me respekt, me afërsi. Kur është e leju me lufta në rrugën e Zotit, kur preken vjet e kuqe të dinitetit njerëzor, aty është në pyetje vatani, aty është pyetje morali, edhe para së gjithash është dini dhe imani. E kjo është. E dim që mu vran luft. O shahid. Feja një shahid, dëshmor. Dëshmor, po. Po Zoti po thotë që nuk është vetëm dëshmor shahid, ka edhe plot tjerë që janë shahid. Cilët janë këta që Po këta të tjerat që mund ta humbin jetën edhe janë dëshmor. Unë i quaj ka dëshmor të luftës, Po. edhe ka dëshmor të paqes. Po. Dëshmori i paqes është ai i cili del prej shtëpisë të vet me menet hajrit, që thot populli del me bismillah, Po. e me kont hajrit, edhe niset me fitu riskun për anëtarët e familjes të vet, për gruan e tij, për fëmijën e vet, për me eduku edhe mos milon sklav të dikuj tjetër,
por don me e gjetë riskun që Zoti ja ka caktuar atij. Edhe gjatë rrugtimit të tij, brenda 8 orëshit, i ndodh atij një aksident, i ndodh atij runa Zot me hup jetën, qoftë në rast të punës, ai është shahid i paqes. Dëshmor. Dëshmor i paqes. Nona Tolin me vdek është dëshmor. Po, pa të fije dyshimi, ai i cili i ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, janë ndikosh 70 grupe, kategori njerëzish që arrin shkallën e dëshmorit duke vdekur në paqe. Prej tyre është grupe e cila është duke A bëjmë ka pak hojna njerëzit, ka pak hile të e ditë që Zoti bën më na i falë ose pendomi i bëjmë dëshirë më herët, ka pak të domë më herët, se hajtë se kthehemi na i falë. Për këtë arsye Allahu te baraka u taala e do njeriu në sinqert. E sinqert. Edhe është të na muslimanët na kena model Muhammedin alayhi salatu wasallam. Është modeli më i përkryer. Edhe është yrneku më i mirë, pa fije dyshimi. Ai e ka një dua, madje i thuhet Sejdul Istighfar, zotëriu i prej duave që i lutemi dhe i kërkojmë falje Zotit. Se ka dua të ndryshme, o Zot falë më kështu. Po e ka një lutje speciale Muhammedi alayhi salatu wasalam. Është paksa e gjatë, po nuk e tham krejt, po e tham vetëm një citat të atësoj lutjes që thot Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe unë i pranoj mëkatet e mia para teje. Edhe i pranoj tmetat e mia, që të fjalë me një Zoti prej teje, ama me një pej zemrë, pej shpirti. Edhe na kena një prioritet na besimtarët se na nuk i rrafemi njerëzve. Nuk ka nevojë fërkia kur ju ka kthy Zotit në 2006-ën, edhe të njëjtën kohë ka ardhur në xhamin tim me fal namazin, nuk më ka pritet të zyrja më thon hoç që marr me të rrëfy për mëkatet e tua, sepse ky rrëfet direkt Allahut. E na kena këtë një prioritet të madh që shpesh janë njerëzit gjunaqare, sidomos ata me një veprimtari shumë të randume të jetës vet, qoftë kriminale apo runa Zot, të abuzuesen ndaj vetvetes sikur edhe çekete, ata i drejtohen Allahut. E pikërisht këtu thot Muhamedi alayhis salam, ai i cili i përgjerohet madhnisë Allahut, tu e pranu gjunahin e tij para Allahut. O e bën o Zot. O falem o Zot. Unë jam rob i yt, që të fjalë Zoti do më nipi. A ban bej Zoti? Po ban bej. Qysh ban bej? Po bej thot pasha kohën. Pasha kohën. Pasha kohën Allahu xhelal thot, pasha dillin, e pasha hanën. Është i madh Zoti. Ban bej Allahu xhelaluhu në gjitha krijesat e veta, ja dëshmu njerëzve se sa madhështor është Allahu xhelaluhu, edhe njerëzve ja u ka dhënë gjithë këto mirësi në shërbim të njerëzimit. Do të thonë Zoti ban bej pasha kohën. Koha është shumë e rëndësishme ka koha. A Dielli dhe hana, pse më bë bet diçka që i ka kriju vet. Po edhe koha është e Allahut. Sigurisht. Edhe dielli është i Allahut. Po. Edhe hana është e Allahut. Por Zoti i ka kriju për në shërbimin tonë. Pse ka kriju këtë diell? Pse ka kriju këtë hanë? Pse ka kriju këtë ekuilibrim? Ka oksigjen, ka dioksid karbonit. Edhe ajo është me ekuilibrim, pak me lëviz, pastaj të gjitha bati debakël shumë i madh në Kosovës. Njerëzit nuk kanë mundësi, jo vetëm njerëz, por gjallësat nuk kanë mundësi të frymojnë lirshëm. Pse i ka kriju këto? Për të mirën e njeriu. E don me tregu Allahu dhu xhelal nëpërmjet këtij betimi, o njeri, ty atë shumë të kom gradu, saq më këmsin tem të kam caktu, e gjithë të të mira për ty i kom kriju, e te apet mundësin e robit ndaj tjetër kujt ai duke ja drejtu. Eja te krijuesi yt, eja te zotëruesi yt, te sunduesi yt, ta i cili të ka privilegju, ta i cili të ka mësu, ta i cili të ka mësu qysh me pi edhe gjinin e nanës tane. A ka nevojë Zoti për njerëz? Zotin, nësë rrëfon. Asnjë rrëfon. Se na ka kriju pra kur nuk ka nevojë për neve. Është interesant, shumë njerëzit mendojnë që nëse nuk e ngjinojnë, ose nuk falen, e lojnë Zotin keq, po kjo gabim është, na e lojna veten të privum për mirësive të Zotit, ose nëse krejt i kthehemi Allahut edhe rrim që të popullë vetëm me të spinë në dorë, na nuk e bëjna qirak Zotit. Po na vetës ja japum këto mundësi dhe këto benefite që na e ka caktu Zoti për ne. Prandaj Zoti i madh, ati kof shumë fal. Nëpërmjet hadithit Qudsi. Hadith Qudsi është fjalë e Zotit, po është e interpretuar nga goja e Muhamedit alayhis salatu wassalam. Domethënë kuptimi është prej Zotit, a fjalitë janë të radhitura prej Muhamedit alayhis salam. A ajetet kuranore edhe fjalët, edhe radhitja, edhe kuptimi janë prej Zotit. Edhe fjalë për fjalë. Kul huwallahu ahad. Çto Zoti ka thonë. A mund të? S'mund të më thonë dikush ndryshe. Po çështë ka thonë Zoti. Hadithi Qudsi është, kuptimi është prej Zotit, a fjalët janë për Muhamedit alayhis salatu wassalam. E Allahu xhalla xhelaluhu, pra ka thonë hadith Qudsi, sipas asoj porosive të Muhamedit alayhis salatu wassalam,
se Allahu ja ka ndalu njeriu të zullumin. Pse? Se për vetë Zoti e ka ndalu zullumin. Vetë Zoti si bën njerëzve zullum, i lën të lirë. E ka këtë drejt ti, o njeri, t'ja imponosh madje edhe fenë e Zotit. Në këtë rast, na shqiptarët, nëse më lejon edhe Patjetër. fjalimi i thonë, Patjetër. të gjithë si qofshëm liberal ekstrem, që nuk përfillum fenë, si qofshëm fetar, qofshëm mesatar, apo qofshëm edhe ekstrem, e kena një tregues dhe një emërtues të përbashkët. Edhe na, edhe të tjerës, po thonë edhe ju. Edhe na dhe të tjerët. Pse? Se dojna me jau imponu, gjak e kena imponu. Kena qef ka pak me. Po. Si me zërë, si to e tut, si to e... Po na imponu laicitetin, na i nolin vojzat me shami shkollë me shku. Po qa po të bojnë ato? Po ta imponon, qërti? Po ta imponon. Po edhe na që jemi në rrugën e Allahut, munona tjetrit me ja imponu. To e tut pak. O vëlla, s'ki nevoj me ja imponu. A dem se ai i cili vetet për udhëzimin tem, edhe udhëzimin ton, ai nuk on tokë, ai në qiell është, ai është Allahu. Unë kam obligim ty me të reprezentu. E që të reprezentimin na duhet me pas shumë kujdes se jemi të folë në emën Zotit, e duhet me butësi, me afërsi, me dashuri dhe me bindje. Kush e ka detyru Ferkin 2006 me dhon stop kësaj jete? Kush është ai i cili ja ka mush mendjen këtij njeriu? Allah ke dietar të botës, e mi marr pe Ezherit, në Xhamia Islamie në Universitetin Islamik në Medinë, ku e kam kryer 2004 unë. E deri në Shqipël. E deri në Shqipël, e me shku atje në Amsterdam, e me shku atje në Londër, se ka atje dietarë shkencëtarë, morë më shpjegu rrezikun çka është prej narkotikëve, çka është prej droge, çka është prej alkoolit, kush më amush mëna, po veç Allahu kur ka thonë. Pse? Ky në automatizëm, si i ka vonë pak qasje, racionaliteti ti me menu me kokën e vetë, automatikisht Zoti Dhul Gjelal e ka ndihmu këthimin e ti ka vetja. Se Zoti nuk punon pas e vetë. Për këtë arsye, Zoti mas shumë të në Kur'an e përmen fjallin të menduarit edhe të logjikuarit. Thotë sikur kishin mendu ato popujt më erëzum që i ka dënu, nuk kishin me e përjetu dënimin e Zotit vetë. Pse ka përmen të menduarit, të logjikuarit? Sepse fillimi për të besu edhe për t'ju kthy Zotit, ati ku shumë falë është të menduarit. Menoni njerëz me mente juja, keni me pa sa let është me besu, e sa let është mu përkushtu, e sa let është rrugës Allahut, rrugtimin e ti kur mos me ndalu. Thuhet që në këtë botë realit, po në këtë botë që jemë të jetu tash, Zotin nuk ka mundësi mu pa për shkak të madhështisë. E thot feja islame. Po njerëz do të me punu që në botën tjetër me taku Zotin. Ati ku shumë falë. A ke mendu na herë ti personalisht takimin me Zotin tënë? Në këtë botën e Zotin e takoj të një nevojtar, i cili ka nevojë për ndihmën e shoqënisë. Në këtë botë Zotin e takoj të një vizit e një çmuarit. Në këtë botë Zotin e takoj të ai i cili është nguju dhe nuk ka drejt me dalë për shkak plagës së hidhur që ka shqiptaria, vllavrasjes. Ta i cili ka rënë depresion, aty e takoj. Të ndihmën e Zotit, mëshirën e tij. A në ahiret e pres takimin me Zotin edhe faljen e tij që të më mundson Allahu të hyj në xhennetet e tij, edhe për një çast unë do ta largoj Allahu si këtu perdet që i thite, do të na largon Allahu perdet, edhe thot pejgamberi alayhi salatu selam kur t'ju shfaqet Zoti krijesave të tij xhennet live, inshallah më rëzat. Edhe të shpëtim, edhe krejt populli shqiptar, edhe krejt ata pleqve tonë, që ronë shahadet, e na mësun këtë rrugën e bereqetit, e të kësaj kauzës tonë të bekume, që jemi bashkë në të saf, dhe pejgamberët dëshmon, që thot Muhammed a.s. kur do del ftyra e bukur e Allahut, bërë me në xhenet çka ka, është e përkufizuar në tre, syni s'ka pa, veshi s'ka ndëgju, fantazia njerit nuk din me fantazu, dhe me imagjinu sa bukuri Allahu ka kriju, njerëzit krejt këtu kanë me i harru, veç të shiku ftyrën e kur të Allahut dhe qela. Ftyrën e Allah. O Allah.
Ndaj tash bojna iftar. E kena një gëzim të madh, është një përjetim i veçantë. Po ka thonë pejgamberi alayhis salam, ky Agjerusi ka dy gëzime, atë gëzimin tjetër po na pret. Nuk po me pritu më ka rrugën e Allahut. Lëm na çfarë Zotit mirë kena. Falenderoj Zotin që na ka udhëzuar, që kemi një fe e cila na lidh ngushtën e Zotit. E cila kjo fe na lidh pastër me Zotin. E kena Zotin e bukur, e kena Zotin e dashur, e kena Zotin e dhënshëm, e kena Zotin i cili na udhëzon, i cili vetë nuk na lën. E kena Zotin i cili na shoqëron, e kena Zotin i cili me rahmetin e vet kur vet nuk na lën. Edhe na sprovon, edhe na mëson, edhe na u përgjigjet duave tona. A di çfarë Zoti të mirë kena? E bën një gjuna 6 orë të preta pi bjen pishma. Që ky është Zoti jon. E bën një sevop, ma di veç menja me të shku, po që për një moment eventual, për një pengesë eventuale, njerëzore, s'ke mujt me bo. Ta shkruan Zoti që e ke bo. E të shkon menja me bo keq, edhe nuk e ban, ke mujt me bo, ta shkruan Zoti, se vop, se ke mujt me bo, nuk e ke bo. Që kjo është Zoti jon, ati kof shumë fal, i cili të pret, vëlloj, nona tuna na dojnë bëzë. Kush i ka gjallë, lëmë ai që i ka. E kush i ka për ahiret, rahmet Zoti bos në shpirt atyne. Vëlloj, Allahu gjëllë që nga qovët. Ma shumë neve na dënë, na i dhimin, se me ati se sa nanat, që qajnë për mos rahatin të. A që është i madhë Zoti, ati kofshin. Zoti kënaqet, kur robi vetë kthehet të Zoti. E pret Allahu duar hap. E pret Allahu xhelaluhu me mirësit panurta. Është i madh, është i dashur. Si shkoj sa thot Muhamedi alayhis salam, ka thonë Allahu, ti veç kujto Zotin e ki para vete. Subhanallah. Ti veç nisja ec ka Zoti. Ti Zoti vrapon këtë. Hey, i gjithë pushtetshëm. Sonduesi ditës kiametit, që në durët e ti jënë doke qile, sistemi djelor komplet që ka kohet, që ka zbulu shkenca, që ka halos ka mujt me zbulu, e s'ka me mujt me zbulu, Allahu dhul gjelal po gëzot për ty o insan, ku shena vrena, që na me pos gjithë këtë autoritet të Zotit i ku shumë fol, e na mos me bo për Zotin, prandaj kur i kemi këtu mësime, këtu udhëzime, këtë akide të vërtet, që na rujtën pjesë të pleqëve tanë, hoxhallarët e tanë, dietarët e tanë, komentatorët e tonë. Për këtë arsye, edhe si kur tash po koincidon edhe me epopejën e UÇK-s, për këtë arsye edhe Adem Jashari me 23 anëtar familjes, e 56 komplet në tanësi, jetën e ka dhonë, veç me ja bo me dije shqiptarit se për asetin më të madh të mëshëm që e ka dhonë Zoti pas imanit, njeriut është liria, ja vlen edhe me vdek, se vdekja për liri, për neve është fillim i jetesës. E këto kom e prinë që. Faleminderit shumë hoxh. Hoxha Fatmir është qishto, domethënë është emocional, është. Amo kjo ka një të mirë, që një pjesë e kolegëve ti nuk e kanë krejt. Domethënë kjo është qishto si para kamerave, si mas kamerave. Domethënë si në emision, si jashtë emisionit, është e sinqert, është qishto i mirë breje. Më falni se nashta pak e teprova. Ja nuk e tepron ti. Ke prej këto tema. Ja nuk e tepron ti. Edhe kakumbi, edhe kafeja. Që aty ku të dhem ty gjithë. Që aty gjithë. Që aty ku të dhem gjithë. Që aty ku maknon zemrën. Që aty ku e një vetën. Shqo. Shqo sa i bukur ky islam. Edhe një fjalin e sëmlejt. Pa tjetër. Rreth viteve 1900, Sultan Abdulhamidi ka ftu në rezidencën e vet Sami Frashnin. Edhe ideator i alfabetit shqip me suport perandorak të ta quaja. Ka qenë Sultan Abdulhamidi, dashamiri madh i shqiptarisë. Tjetër që komunizmin e ka prezentu këtë si figurë anti-shqiptare, nuk është vërtet. Arkivat ndryshe ne e flas. Edhe realitetin që ne kemi trashëguar prej pleqëve tonë ndryshe, ata e kanë thonë. Mirë, po s'po hynë atë çështje tjetër, po do të dalë e vërtet edhe ka fillu me dalë e vërtet. Fol Zotit pas e lirimit e kam fjalën prej atij sistemit komunist që ka pritur Edhe Shqipëria dhe Kosova kopume. Kështu me radhë. Edhe thot Sami Frashi sa kur i ka përgjigj sultanët. Do të na
Na i kemi thëtë do vllazën tjerë të gjakut, cilë nuk janë të besimit tonë. Janë pak numër, nëna me shumicë, mirë po vllovi i madh, kujdeset të prap mosën të vegjël. Sigurisht. Sa bukur është. Obligim, thot. Apo gjithsesi thot duhet thot më u taku me Jani Vreton, ka qenë prift ortodoks shqiptar. Dhe më u taku me Pashkovasën, i katolikëve shqiptar. Edhe të tret kanë shku dhe kanë hartu alfabetarën e parë të suportume prej vetë Sultan Abdulhamidit. Derisa ka rezultu me kongresin e manastirit që shumicën absolute të delegatëve ti kanë qenë hoxhallar, madje me qalme, me gjybe, me ato mjekrat e bukura të tyre, të cilat e kanë prezantu. Edhe do më thonë respektin ndaj kombit, edhe ndaj komuniteteve të tjera, por edhe të njëjtën kohë shërbim, se feja është shërbim njeriut. Feja është shërbim kombit, feja është shërbim njerëzisë, paqes, dashurisë, respektit. Edhe në këtë vizion do të ecëm në këtë shkollë. Nuk ka nevojë me ja ngushtu njerëzve. A njerëzve duhet me ja prezantu. Na duhet me kënd të paqë, duhet të jemi paqëbërës, duhet të jemi të dashur, të jemi të respektuar, që njerëzit kur dohen pas takimit me ne, ta kenë dashurinë e Allahut në superlativ, që ndryshe kanë hyrë në xhami, e ndryshe kanë dalë prej xhamie. Nëse kanë dalë më të emocionuar, më të dashuruar për rrugën e Zotit, më të lidhur me zveti, edhe më të penduar nga dukurit dhe shprehit devijante, pimbledhet gjitha me një kosh, atëherë me emër të Allahut targetimi ka qenë dhej. A valloj nëse është e kundërta, huqi është aq e madhe sa as tabeles nuk e ke qenë. Vërtet, e sakt. Përke, cili shkon çmimi që të kish kthy mrapa? A ka ndaj çmim që të kish kthy mrapa? Para 2005-s. Po, ka është një problem shumë i madh. Një çmim cilin Allahu më ka ofruar, a mundu dikush më shumë më madh. Do më thonë, s'ka çmim që të kthem mrapa po. Nuk ka vallahi nuk ka. Nuk ka. Apo një është më mirë tash këtë botën tjetër, këtë Që qetësi, që të rahati, që më fërnjore. Ka hinë xhenetin e kësaj dynjaje para se me shku në xhenetin e ahiretit. Na po folim që ka provu këtu. Do më thonë, e ka nisë këtu. Aromën. Është një kënaqësi që çdo pyetje, çdo sene me një lehtësim, me një kryq shkoj ke rahat mirë, qetë pa, i bërë zhurma pa. Ajo po më tregon shpesh, po më lidhë dhe me koncerte, me serën. Dhe shpesh jemi musafir në përbot, po shkojmë me tribuneve sene, edhe për me mush një sallë, dush me pas ka gjën një program përgatitur. Sigurisht. Një 3-4 bende, pas që është e në teja, nuk di qëfar këngëtar popullore, qëfar zbavise sene, edhe prapë se nuk di se ka ndollë, e di shumë mirë. Hamburg kemi kalu shumë mirë, Hanoveri ke pak kështur, Berlini ishte kështur, nuk ju sejnë. Për derisa tribuna islame pas zërimit me mikrofona, as një instrument e me mija njerëz mrena, të nejtën kom të prit, qohët dikush vesh pak me përshu kom, vesh për mi dëgju fjallë të Zotit prit, normal djetarve tonë, hoxhallarve tonë. Se në ajo të regon shumë, nëse ki pak të nëse do me filozofu, ka vak, po islami s'ka nevoj për filozofi. Çdo sen është i vërtet, çdo sen është i sakt, çdo sen është edhe aty është ajo që na dallon pse jo unë shtash më rahat. Unë e di shumë njerëz ma kanë marrë natyr, unë shumë jam i vetëdijshëm. Por është një problem tjetër. Nëse menojnë ata që po mdojnë atë shumë, ata kështë thonë, lumja e për veti, qësh po mendo, qësh ka bo, qësh ka gjedheve. Unë ishtë ashtë ledzëm, për shembull, po më janë gjika, po thotë, e ledzova një 2 vene, po të shojnë, e po bojnë shumë. Qëka thash, a ka diçka im? Po kjo zgjedhja jote dhe këtë vend, se nuk di. këtë vend se si në zgjedhja formën e vetë. Të Zoti ai që duhet më thonë, krejt tjerat mos po më interesojnë. Botën ku më kalu që dikush edhe 5 jetë mi pas, su ne kalon në vende ku ju më jetë, qka ku më bo. Përgjësi botë, po sa. Balkan muen, një Jugoslavi, mon nuk di. Edhe ku shkoj, dita e sotit, fërkishala.
me faq bardh po dalë midis Zagrebin, midis Beogradin, midis Subotice, midis Podgoricën, Sarajevo, Mostar, ku shkoj tranohen për mua. Qa ne në mu shfar shpesh më së birë ka Beogradi. Se marrë. Unë pas këllina. Pa mu dhe mori kë. Ka këne i ballë. Ma boja, dhe një Ka këne i ballë. e Pa shoha për Beograd, pa mu dhe mori kë. ishëm për në spital për shoqën. Relaksa. Pa, sigurisht, me relaksu pak. E po thëmë, qajo është që qaj harami që më ka shtinë në belaj. E shtosh për dikon që kjo është shuplak, e po do që aj, që tash maniaku që është po fletë shtute, por se cilë kemi vesh për vetë. Sigurisht që po. Pra me Se cili fora kemë se drejt me përmenda- jetu në formën cilën dojmë na. Që përmenda fora sa qerdhe, kur me punë e kretë me matë mira, ku menu për çdo fëmijë kur vjen, ato as qerdhe e shtetit s'ka pas, ato punë që e konë, çdo fëmijë që vike e ku mbon librezën e vetë, cilin gjakun e ka, a ka nda një smundje, qëfar novk ka për me ftu ma let, me komuniku me fëmijën, ato as shtetit s'ka pas. U detyru me pështu edhe me shqitë, sene, hajde, ma mirë që e qëllim tani bukën, Allah që bereqeti, pite mantia, Big Mama u qelë krejt po folin, me disa rejve shkova, po mvesin qyshe qka, a jën ato pite shqiptar që a jën, sa shqyo, mënyra, normalisht dalot ju, po boni me qarshaba, në bëjmë me të, edhe që a jën bile, shoqja ka pos, Pite dhe mantia. që ta zgëzoj, Pa guse tjetër. shoqa s'prana Pa tjetër thuje. ma boni, kur nisësh, se Po, muhabeti ka qenë shko Po. për iftarit, ta mere një tepsi vim me veti. vim atje hajmë bashkë me Hoxhën. Faleminderit shumë për juve, Hoxh Fatmir. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi. Për kri, faleminderit shumë se Allah shpërblet. e kalum sot këtë ditë bashkë edhe u mundu me nda më të mirën për shikuesin ton. A gjerim të letë, fat Zoti e shëndet e këtë mijat e botës ju dhe krejt njerëzve që ju rrethojnë e që ju njoni që ju dojnë. Faleminderit shumë. Urime kjo mu i bekuar, urime popeu që kës. Faleminderit shumë. Të madhe Zot që të na udhëzoj, të na mbrojt, të na lartësoj, të na bashkoj, edhe të na fal xhenetit e të na liroj nga prangave e xhenem. Ishte kënaqësi. Faleminderit shumë. Kaq ka personte. Mirupafshim. Iftar të mirë, edhe se fyr të mirë mandej. Faleminderit shumë.